Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nesër me lehtë Allahu xhaleshanu do të përjetojmë një ditë të veçantë, ditën e Arafatit, ditë e cila Allahu xhaleshanu e ka veçuar ndër ditët e tjera, ku na ka përgëzuar që në këtë ditë largon më së shumti njerëz nga zjarri i xhehenemit. Ndërkohë dhe profeti alayhi salatu vesselam ka shtuar përgëzimin ku ka thënë se shpresoj tek Allahu xhaleshanu që të falen gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që do të vinë për atë i cili do ta kaloj me agjërim këtë ditë. Dhe po ashtu profeti alayhi salatu vesselam për të shtuar ndjenjën e përjetimit në zemrën e gjithë secilit prej besimtarëve që të bashkohet shpirtërisht me haxhit që ndodhen në Arafat, ka thënë që të shtonin në këtë ditë dhikrin la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sepse është një dhikr, një përmendje, një dua që e kanë bërë undët e gjithë profetët para meje, që do të thotë nuk ka zot tjetër përveç Allahut, asgjë nuk është e barabartë me të. Ati i takon pushteti, ati i takon i gjithë falendrimi dhe ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Duke e bërë këtë dua pikërisht besimtari në këtë ditë, duke e menduar gjithashtu që është agjërueshëm, atëherë ai patjetër që do të trokas në dyert e mëdha të mëshirës Allahu xhaleshanu, ku ai mund t'i lutet Zotit xhaleshanu për gjithçka dhe shpresojmë që ai t'ia pranojë atë. Prandaj shpresojmë tek Allahu xhaleshanu që gjithë secili prej nesh këtë ditë të madhe që është nesër mos ta humbasim, por ta shfrytëzojmë atë me agjërim, me dhikr, me vepra sa më të mira që ne me to synojmë që të kënaqim Allahun xhaleshanu.